Departamenti i Shtetit revokoi më shumë se 100.000 viza gjatë vitit 2025, më shumë se dyfishi i asaj të vitit 2024. Në vitin e fundit të administratës së presidentit Joe Biden, shifra është një rekord i të gjitha kohërave dhe vjen pas urdhrit ekzekutiv të ditës së parë të presidentit Donald Trump mbi verifikimin e shtetasve të huaj. Në vitin 2024, departamenti revokoi 40.000 viza. Shumica e revokimeve ishin për udhëtar biznesi dhe turistik, që kishin tejkaluar afatin e vizave të tyre, por rreth 8.000 studentë dhe 2.500 punëtorë të specializuar humbën gjithashtu statusin e tyre ligjor. Një zëdhënës i departamentit tha se shumica e studentëve dhe punëtorëve që humbën vizat e tyre kishin pasur përplasje kriminale me forcat e ligjit. Midis punonjësve të specializuar, gjysma e revokimeve bazoheshin në arrestime për drejtim mjeti në gjendje të dehur, 30% për akuza për sulm, dhunë fizike ose mbajtje në burg, dhe 20% të mbetura u revokuan për akuza për vjedhje, abuzim me fëmijë, abuzim dhe shpërndarje substancash, si edhe për mashtrim dhe përvetësim. Sipas një zëdhënësi në Departamentin e Shtetit, gati 500 studentë humbën vizat për posedim dhe shpërndarje droge dhe qindra punëtorë të huaj humbën vizat sepse besohej se abuzonin me fëmijë. Në gusht të vitit 2025, administrata Trump njoftoi se po shqyrtonte 55 milion të huajt që kanë viza të vlefshme amerikane. Tommy Pijot, një prej zëdhënësve të Departamentit të Shtetit, tha se administrata do të vazhdojë qëndrimin e saj agresiv të zbatimit të ligjit përmes qendrës së saj të re të verifikimit të vazhdueshëm. Administrata Trump do të vazhdojë të vërë Amerikën në plan të parë dhe ta mbrojë kombin ton nga shtetasit e huaj që paraqesin rrezik për sigurinë publike ose sigurinë kombëtare, tha ai. Departamenti gjithashtu ka zbatuar standarde më të rrepta për marrjen e vizave amerikane.